Përshëndetje gjithë miq, ja ku takohemi përsëri me mua Albert Hitaj në një tjetër format mediatik, Newscast, një format më i ri, një trend botror, të cilin po e sjellim për herë të parë edhe ne në Shqipëri. Do të kemi shumë intervista, shumë çështje që do flasim me ju, çështje që lidhen me aktualitetin politik, diplomatik, ekonomi, por edhe çështje të tjera që na shqetësojnë në përditshmëri. Do vim në këtë format pak më sportiv se formatet shumë serioze televizive dhe do të jemi me ju disa herë në javë. Na bëni subscribe në kanalet tona në YouTube, por edhe në rrjetet sociale. Gjithashtu, na shkruani pasi çdo sugjerim që ju do të na jepni, ne do ta mbajmë shënim dhe do ta trajtojmë si temë në të gjitha puntatat tona. Menjëherë pa humbur kohë, dua të futem në puntatën tonë të parë, ku kam kënaqësinë të kem kolegun e njohur, Alban Dudushi, në këtë premier, dhe me të cilin do flasim për aktualitetin politik, por do prekim ndoshta edhe çështje të tjera. Alban, faleminderit shumë, kënaqësi që gjatë kohën të ishe. Faleminderit Arbër që vendose ta ndash me mua këtë hapin e parë në këtë përvojë tënde të re dhe shpresoj të jem me këmbën e mbar. Faleminderit shumë, Alban, është gjithmonë kënaqësi që flas me ty. Albani, përveç se është një mik, nuk diskutohet, por është edhe një gazetar për mua ndër më ata që ka një diapazon dhe është shumë i lexuar dhe ja vlen ta dëgjosh. Pra jo vetëm ta kesh mik, kjo është tjetër gjë që e kemi në të dy. Falenderoj. Alban, padyshim, një temë që nuk mund ta evitojmë për ta folur si fillim gjithmonë, është situata në Partinë Demokratike. Të gjithë na kritikojnë dhe na thonë pse merrni me opozitën, por në fund të ditës është një temë e cila merr shumë vëmendje. Ka interes, ë? Jo vetëm vëmendje dhe interes, por unë besoj që është edhe një shqetësim natyral i shoqërisë, pavarësisht se në cilën anë janë me po themi me mazhorancën, apo janë me opozitën, janë me Partinë Socialiste, apo janë me Partinë Demokratike, apo qoftë edhe me partitë të tjera, por është një shqetësim natyral, sepse derisa kemi vendosur të jetojmë dhe të aplikojmë një sistem që quhet demokraci, që nuk është thjesht një, le të themi, një ndrim, rotacion elektoral, por është një aplikim i demokracisë, natyrisht që demokracia nuk funksionon dot vetëm me një këmbë të shëndosh dhe me një këmbë tjetër gjithmonë më të dobësuar. Kështu që në momentin që ti fillon dhe çalon, ky është shqetësim i gjithë organizmit, nuk është shqetësim vetëm i njërës këmbë. Si shikon këtë sulme, kritika, një betejë e re që duke sigur ka filluar zoti Berisha me gazetarët. E shikoj sulmon pronarët e mediave, por ka sulmuar dhe disa gazetarë. Ai thotë që nuk e ka me gazetarët, por gjithsesi disa prej tyre i ka kritikuar, i ka sulmuar, anatemuar. Unë besoj që ky është një sport jo i panjohur në vendin tonë. E ka bërë çdo gjë që ka faj, e ka bërë Edi Rama me shumë sukses, e ka bërë zoti Berisha her pas here, madje tani është më i rafinuar, sepse ka qenë edhe më brutal kur vinte puna me mediat opozitare apo me gazetarët që i ka pasur kundër dhe që i kanë qëndruar përballë. Kështu që këtu nuk besoj se ka një lajm të ri përveç faktit që sa më shumë vatra tensioni të krijosh, të cilat fillojnë dhe marrin vëmendje, pastaj dhe diskutohen pse Berisha po sulmon filanin apo pse Rama po sulmon fistekun, aq më shumë i ikën asaj që është thelbësore. Pra, fillon dhe shpërqendron vëmendjen për të diskutuar për gjëra tjera dhe jo për atë që ndodh vërtet brenda. Kështu që kjo është një lloj strategjie e njohur, pasi në përgjithësi politikanët, por sidomos politikanët që kanë tendenca autoritariste, e kërkojnë gjithmonë një armik që ta kenë përballë, sepse në këtë mënyrë eksternalizojnë. Po mos ka bërë si shumë armiq kjo opozita, po. Shiko, pra mirë është, duhet. Sali Berisha është një figurë politike, një personazh politik i cili ekziston nëpërmjet konfrontimit. E ka pas në të tërë rrugtimin e tij politik. Kështu që është brenda logjikës se si ai doktrina Berisha mund ta themi që është krijimi i vatrave dhe i konfrontimit ashpër. Gjithmonë e ka bërë këtë kur ka qenë në opozit, e ka bërë këtë kur ka qenë në pushtet. Domethënë gjithmonë ai ka dashur konfrontime të ashpra sepse kështu ai le të themi mobilizon dhe sheshon nuancat dhe e ka më të lehtë të merret me gjëra të bardhëzi. Alban, mos është kjo një strategji që ka ndodhur dhe më herët me zotin Berisha, pra e çon në ekstrem tensionin dhe debatin publik dhe ndërkohë më pas vjen gjithmonë një marrëveshje e madhe.
Po, ndodh kjo, ka ndodhur, është strategjia e njohur e zotit Berisha, po varet se çfarë është marrëveshje e madhe tashmë për Berishën. Reforma territoriale ndoshta? Patjetër reforma territoriale, patjetër, po për çfarë i duhet? Patjetër reforma zgjedhore, po për çfarë i duhet prap zotit Berisha? Kjo, sepse unë besoj që gjithë problemi dhe në përgjithësi problemi, pjesë problemit mund të jenë edhe ndarje territoriale, mund të jetë edhe një kod elektoral jo i favorshëm për opozitën. Por duke ndojtur tek retorika e opozitës në përgjithësi dhe e Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në veçanti, në qoftë se në këtë vend ka një regjim autoritar, çfarëdo lloj kodi elektoral nuk nxjerr dot fitus një opozit në një regjim autoritar. E vetmja gjë që e nxjerr fituese një opozit në një regjim autoritar është mobilizimi i qytetarëve, mobilizimi i publikut, mobilizimi i atyre që votojnë, sepse është e vetmja mënyrë që ti këtë regjim i cili ka këto lloj tendencash ta mundësh, sepse duhet ta mundësh masivisht në mënyrë që të arrish si thua të xerrosh të gjitha ato dëme që të bën një kod elektoral i keq apo manipulimi apo bashkimi i qeverisë me politikën dhe me partinë, pra njësimi i partisë dhe shtetit, siç argumentojnë këta. Dhe pyetja është, kjo opozit e tillë, a e ka mundësinë që ta mobilizoj publikun, të mobilizoj qytetarët, të mobilizojnë ata të cilët janë të pakënaqur me qeverisjen? Kjo duket se është dobësia e Partisë Demokratike. Të gjitha të tjerat pastaj janë aksesor. Po ndërkohë, një tjetër pikë që dua ta diskutoj me ty, duket sikur opozita po punon mirë në institucione, pra është në komisionet e posaçme që duhet të jetë, është gjithashtu në komisionet e tjera parlamentare, bën debate, por është dhe në terren me protestat. Okej, edhe protesta ne mund të quajmë që është në ADN-n, është në doktrinën e zotit Berisha, pra opozitë e fortë, përfshin dhe protesta dhe përplasje. Është kjo vërtet apo mund të jetë një tezë, kjo është një tezë ime në fakt që dua të më rrëzosh ose të më pranosh, që zoti Berisha i bën gjitha këto protesta për të shmangur një diskutim real në PD. Pra, shmangja e diskutimit për bilancin. Pra nuk ka një bilans pozitiv në diskutime që ai ka me votuesit e Partisë Demokratike. Është ajo që tham në fillim, domethënë Berisha tenton gjithmonë drejt konfrontimit të ashpër, sepse nëpërmjet konfrontimit të ashpër ai i lë gjërat vetëm bardhëzi, o me ne, o me ata. O e bardhë, o e zezë, o e mirë, o e keqe, dhe nuk lë nuanca të zhvillohen brenda kësaj. Kështu që në momentin që ti ke konfrontim të ashpër, ti natyrisht e fut partinë apo organizatën politike apo koalicionin, e fut në një regjim gati ushtarak, sepse nuk lejohen zëra kritik kur jenë luftë apo jo. Domethënë, kritika mund të bëhet në kupol midis generalëve në shtabin e përgjithshëm, po ushtarët janë ata që duhet zbatojnë urdhrat dhe nuk rritën të mendojnë strategjitë që kanë generalët në kokë. Kështu që në këtë lloj kuptimi, duke mbajtur në këtë lloj regjimi, natyrisht ai i shuan ato zëra të cilët mundohen të dalin, siç edhe kemi parë konkretisht që ka ndodhur edhe tani në këtë proces që zgjedhor që po mundohen që po futen dhe që natyrisht ne dim tashmë produktin se produkti është i parafabrikuar në këtë. Kështu që praktikisht natyrisht që protesta i shërben në këtë drejtim, por Berisha duke qenë politikan i vjetër, absolutisht një politikan me aftësi të jashtëzakonshme, sepse përndryshe nuk do mbijetonte në kaq vite në këtë terren që është shumë i vështirë politik në Shqipëri, dhe kush është aty nuk është rastësisht, dhe në këtë mënyrë edhe zoti Berisha nuk është rastësisht aty ku është, natyrisht që është ai që bën edhe motin e mirë edhe motin e keq. Domethënë, është ai i cili kteja thot kemi luftë dhe është ai që pastaj bën marrëveshjet në tavolina. Pyetja mbetet gjithmonë, cilat janë marrëveshjet që do zoti Berisha tani dhe cila është ambicia e zotit Berisha në këtë moment që jemi. Domethënë, është ambicia e tij për të kthyer në 2029 si kryeminist i vendit? Nuk e besoj. Është ambicia e tij
për të Po përse jo, ka ndodhur 2 herë, pse mos ndodhi e treta? Po është ka shumë si thua po bëjnë avokatin e djallit. Po kjo ka ndodhur edhe në 97-ën dhe pas 8 vitesh në 97-ën Berisha ishte dhe ishte situatë më e vështirë se kjo. Në 97-ën Berisha ishte 53 vjeç. Në 2005-ën ishte 61 vjeç. Sot është 82 vjeç po bën dhe në 2029-ën kur janë 2029-ën që janë zgjedhjet parlamentare do të jetë 85 vjeç. 85 vjeç me gjithë respektin për zotin Berisha, po nuk më duket, domethënë, pra edhe koha është disavantazh nga njëra anë. Shtoj kësaj edhe le të themi të gjitha disavantazhet e tjera që zoti Berisha aktualisht i ka, që kanë të bëjnë edhe në pozicionin e tij në marrëdhënie me ndërkombëtarët, që duket sikur ka një lloj zbutje të terrenit, por letrat janë atje dhe firmat e hedhura vazhdojnë. Me që jemi të ndërkombëtarët, një ngacmim të vogël, po qarkullon shumë, besoj dhe ti e di, një informacion jo zyrtar që në Partinë Demokratike po bën gati për fest. Gati fishek zjarret, java që vjen do jetë javë vendimtare, hiqet non grata e zotit Berisha, po e them unë, informacion jo i konfirmuar, për gjithë ata që na dëgjojnë, dhe hiqet dhe për zotin Vangjush Dako. Mund të ndodhi kjo dhe mund të jetë një fitore ose si do ta interpretojë ti nëse do ndodhte një gjë e tillë. Është një informacion që ndër të paktat raste flitet që është serioz, nuk po them zyrtar, se nuk është. Të them drejtën, unë se kisha dëgjuar këtë informacion dhe unë domethënë gjërat edhe mund të ndodhin kështu siç thua ti, që aty ti hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara. Është më serioz si informacion. Jo zyrtar, që kuptoj e theksoj pra. Që thua ti, po ka një problem shumë të madh që zoti Berisha mund t'i hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj që në Shqipëri non gratën, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin me vonesë për non gratën e Berishës të krahasim me non gratën që ai kishte në opinionin publik. Pa non grata Berisha ishte vetëm tek ky hardcore i Partisë Demokratike, pastaj në pjesën më të gjerë unë besoj që ai ishte non grata në ambientin publik të shqiptarëve. Kështu që në këtë lloj kuptimi do të ishte një gjë patjetër që do t'i jepte zëmër të vetëve në Partinë Demokratike, po nuk besoj se do t'i ndronte mendjen shumë nga atyre, dhe nuk po flas tani për ata që kanë qenë kundërshtar gjithmonë zotit Berisha, por edhe për ata që duke qenë brenda Partisë Demokratike e kanë parë tashmë zotin Berisha jo më si një le të themi vlerë të shtuar të partisë, por si një barë dhe si një person i cili po e çon në kundër produktive udhëheqjen e Partisë Demokratike. Kështu që non grata e hequr e Berishës dhe e Vangjush Dakos, domethënë çfarë ndodh? Vangjush Dako po i hoq non grata, kthehet prap tani në Vangjush Dako ka problemet e tij. Jo, e ka mbyllur me bashkinë, se 3 mandate janë ato. Domethënë në këtë lloj kuptimi duket sikur heqja e non gratës është ta lëmë të qetë në pensionin e tij. Ideja është për të bërë një lloj balanse politike. Më duket më shumë një lloj kompromisi për t'ia bërë më të butë të rreqen, sepse meqense u aktivizua kur vu non gratën, atëherë po ja heqim non gratën me idenë që ky do shkojë në shtëpi. Aktivizohet. Po. Për ta mbyllur diskutimin me PD-n, përse u largua, nuk u vetë përjashtua, që të kuptohemi, se është një term që nuk ekziston, nuk kam përshtypjen edhe në fjalor, po ta kërkosh vetë përjashtim nuk ka. Përse e larguan Ervin Saljanin nga ambicia e tij për të garuar sipas teje? Tani po bëjmë, kjo nuk është dietrologji, po është futurologji, duke marrë për bazë këtë të non gratës që the ti. Dhe këtu pastaj mund fillojmë dhe të shikojmë të zbërthejmë disa gjëra, në qoftë se gjithmonë kjo është e vërtetë, po gjithsesi ka disa variabla kur vjen puna tek politika. Unë e kam lexuar që më përpara të tillë historinë, që zoti Berisha do një le të themi një zgjedhje të qetë si kryetar i partisë pa rihapur probleme të brendshme. Çfarë do ndodhte po të ishte Saljani ai i cili do të ishte në garë me zotin Berisha? Ditën e zgjedhjeve, me shumë mundësi, zoti Saljani do thoshte më vodhën këtu, ka parregullsi atje, ja ku janë procesi do ishte listat, pra do shkatroi gjithë procesi. I atakueshëm komplet. Do ishte i atakueshëm i gjithë procesi. Kështu që në këtë lloj kuptimi do i krijonte një problem të ri
të brendshëm zotit Berisha dhe njerëzve, sepse natyrisht një Saliani i cili futet në garë në këtë rrugë që ka zgjedhur ka problem po të vogël minor. Po patjetër, domethënë sepse ai thotë me procedura ky nuk e meriton, është i vetë përjashtuar, kjo tjetra nuk e meriton sepse tani është qesharake, ai tjetri aty nuk e meriton sepse nuk ka atë kontribut, nuk ka atë staturë që duhet të ketë për të qenë kryetari i partisë etj, kështu që del i vetmi personazh i cili është kryetar dhe do të jetë kryetari i Partisë Demokratike është zoti Berisha. Dhe në momentin që zoti Berisha fiton postin e kryetarit, kemi një tjetër proces të rëndësishëm që është brenda Partisë Demokratike, që është Këshilli Kombëtar, domethënë mbledhja e kuvendit për të zgjedhur qeverisja 2026-2030 e PD-s. Dhe aty unë besoj që do të ketë akomodime të rrymave dhe grupeve të ndryshme që ekzistojnë. Do ketë thua? Apo do jetë një kalcifikim i kraut radikal? Jo Saliani. Jo, po them, e përjashtojmë, iku, nuk është. Do të ketë akomodime të atyre personazheve të cilët janë duke dalë tashmë në Partinë Demokratike dhe kanë parasysh një hapje të re të vogël, po. Patjetër, pra, do të ketë një lloj hapje për të krijuar një imazh tjetër të Partisë Demokratike, të paktën tek rrethet e dyta dhe të treta të kësaj partie, dhe natyrisht për ta bërë gati këtë parti për një hapje më të madhe që janë hapjet në koalicione dhe pastaj për të nxjerrë një kandidaturë kryeministri për 2029. Gjithmonë tek ajo tërheqje e butë e zotit Berisha, duke mbajtur kontrollin e asaj që ne tashmë e kemi pranuar që është partia e tij dhe aq më tepër tani është bërë partia e tij familjare. Pra ai do të ruaj këtë lloj kontrolli edhe kur të mos jetë vetë. Kupola ndryshon diçka apo është do jetë e njëjtë? Thjesht jetë rreth i dytë i tretë ndryshon. Po te rreth i dytë i tretë ndoshta do vendosen të tjera balanca, ndoshta do ta heqë atë këmishën e ekur të njerëzve që e rrethojnë tani dhe që janë aty që e markojnë gjithkohës nga afër. Jemi në pjesën tjetër të diskutimit për Partinë Socialiste. Duhet më japësh një koment, Elisa Spiropali ka trazuar ujë atë, nuk duhet më huar ky fakt, edhe pse ajo nuk ka dalë publikisht me zë dhe me figurë, me rrjetet e saj sociale. Ku i ka trazuar brenda partisë apo në opinion publik? Dhe brenda dhe në opinion publik ka diçka sikur po zihen. Si e shikon Alban? Brenda partisë nuk besoj se në opinion po zihen shumë, po patjetër, sepse opinioni është i etur për të ditur se edhe mësuar me një lloj qetësie absolute. Domethënë deri tani kemi pasur, PS-ja ishte bërë si ato polifonit labe. Po ku ka një zë kryesor që ja merr, ka një që ja kthen dhe ka iso nga mbrapa. Kupton? Po ama dihet kush është zëri kryesor dhe ai komandon gjithë këngën. Kështu që ndoshta njerëzit kanë edhe presin të ketë më shumë kakofoni brenda asaj partie, të ketë pak kurioziteti, divergjenca etj. Dhe disa çështje që shtron zonja Spiropali, madje mund të jenë dhe të vonuara në atë që i shtron zonja Spiropali. Po zonja Spiropali ka një handicap për mendimin tim, që është një person i cili si shumë të tjerë tashmë që janë brenda Partisë Demokratike, ka ardhur aty, brenda Partisë Socialiste, ka ardhur aty prej Edi Ramës, kupton? Dhe ka qenë njeriu më luajal për hitës së vërtetës. Është zbulimi i tij se ka qenë me grupin e mjaftit. Jo them në PS ishte një është grupi i mjaftit i ardhur aty, i kooptuar në parti dhe natyrisht me kalimin e kohës ajo u ngjit gjithmonë më afër kryetarit. Dhe normalisht atë duetin Skënderbeu dhe Mamica nuk besoj se ja harrojnë kollaj zonjës Spiropali. Kjo është e vërtetë. Kjo është e para. E dyta pastaj është që zonja Spiropali nuk është se ka krijuar brenda partisë një grup të saj, nuk po them tani grup i cili është i lidhur me interesa, po grupi që mendon njësoj si Spiropali, dhe që me lehtësi mund bashkohen tek Spiropali për të krijuar një rrym brenda Partisë Socialiste. Nuk e ka pasur këtë dhe nuk e ka këtë lloj aftësie. Ndoshta do duhet ta testoj veten në vazhdim se çfarë do bëj brenda Partisë Socialiste, po unë nuk e shikoj si një personazh i cili po e trondit shumë Partinë Socialiste nga brenda. Më interesant dhe më entuziast me ato çfarë mund t'i quaj unë indikacionet mia personale dhe sa e njoh unë Partinë Socialiste, më entuziast baza e Partisë Socialiste dhe njerëz në Partinë Socialiste kanë qenë për Erion Braçën, i cili shpalli kandidaturën,
i cili ka një koherencë dhe një logjik kritike që nuk duket e çuditshme kur vjen prej tij. E ka prej kohësh, e ka pasur në mënyrë konstante këtë, pavarësisht se dhe Braçe në vetvete nuk është një personazh i cili ka krijuar grupe dhe është bërë një lloj lideri, po themi, një fraksioni brenda partisë. Nuk e ka pasur këtë dhe nuk e ka. Pra nuk dihet ka njerëz që ka promovuar ose ka njerëz që ka pjesë e klanit, po quhen. Në këtë lloj kuptimi janë dy personazhe që kanë folur dhe gjithmonë ata që flasin dalin kundër rrymës, bëhen interesant, por duhet të shikojmë se si proceson kjo, domethënë. Jemi në prag të një lëvizje për të ndryshuar PS-n nga brenda apo jo? Jo. Domethënë është një disidencë më shumë me nota pakënaqësie. Brenda Partisë Socialiste ne të dy kemi kontakte, kemi diskutuar me të ndryshëm edhe me antar të grupit parlamentar, edhe në forume të larta të Partisë Socialiste, po na ngjajnë gjithmonë më tepër këto dy parti. Nuk ndryshon shumë. Domethënë ti e ndjen pakënaqësinë dhe kur flet me njerëz, me ata. Është pakënaqësi punësimi Alban apo është pakënaqësi ideologjike? Shiko, pakënaqësi vlerësimi. Shiko, këto bëhen bashkë pastaj, kupton, sepse barra e madhe e pushtetit, kaq kohë që ata janë aty, fundit edhe kjo lloj si thush pakënaqësie në rritje e opinionit publik, i cili për hir të vërtetës nuk po gjen një kanal tjetër ku të vej dhe të, si thuaç, të zbrazet dhe ta gjejë si mekanizëm për ta larguar Partinë Socialiste nga qeverisja. Por ama ajo është aty kjo lloj pakënaqësie në zgjerim e opinionit publik. Për arsye nga më të ndryshme, thjesht edhe vetëm nga lodhja e 13 viteve apo 14 sa ju bën Partia Socialiste në pushtet tani. Pra, në këtë lloj kuptimi ti e ndjen, le të themi, një lloj pakënaqësie të këtyre eksponentëve të partisë, edhe ndaj kryetarit, edhe ndaj kryeministrit, që është i njëjti, por po e them edhe në kuadër të partisë edhe në kuadër të qeverisjes, sepse natyrisht ka gjëra që nuk shkojnë mirë brenda partisë, po ka gjëra që nuk shkojnë mirë brenda qeverisjes, prandaj ndava kryetari dhe kryeministri. Pra, është kjo lloj pakënaqësie. Por në fund të ditës, të gjithë këta e dinë që deri në 2029-ën, vetëm nëse Rama vendos të iki, domethënë, por edhe në 2029-ën Rama do të jetë në krye të Partisë Socialiste dhe Rama është i vetmi, si thuaç, i vetmi kal i cili mund ta çojë atë partinë në një fitore në këto momente që jemi. Dhe rreziku që në momentin që ai largohet dhe lë fushën bosh, të krijohet një lloj kaosi brenda PS-s, siç u krijua brenda Partisë Demokratike, është i madh. Kështu që socialistët janë, në përgjithësi janë, unë e kam thënë dhe herë tjetër, janë me parimin vdiq mbreti e rroft mbreti. E pam këtë kur u ndruan Fatos Nano dhe erdhi Edi Rama kryeministër, janë në përgjithësi njerëz që e mendojnë më shumë partinë se sa kryetarin, por ama kryetarin e duan për sa kohë është i fortë dhe është fitues. Kështu që të gjitha pakënaqësitë ti e ke parë se si rigrupohet partia sa herë afrohet një moment tjetër elektoral. Do shpërthej, jo në moment pushteti. Alban, pika fundi që dua ta diskutoj me ty, drejtësia, SPAK-u, duket sikur ka një lloj qetësie, apo nuk e shikon kështu? Jo, unë nuk besoj që janë, shikon, ne u mësuam me spektakle në SPAK. Po, kjo është e vërtet. Kjo është që dilin në publik. Ne u mësuam që të thoshim këtë të premte, do për çdo të premte ne prisnim nga një lajm nga SPAK-u se nuk e di pse ndodhin gjithmonë në fundjavë. Po ka kaluar një vit e gjysmë, një vit e pak muaj nga arrestimi i zotit Velia, një vit e gjysmë nga arrestimi i zotit Meta. Lajmi i fundit ishte zonja Balluku, e cila natyrisht është në proceset e saja gjyqësore dhe ne i kemi ndjekur të gjitha këto, kështu që SPAK-u, ne kemi lajme nga SPAK-u, kemi goditje përsa i përket krimit organizuar, përsa i përket por te politika sensacioni është politika. Te politika është më mirë themun që nuk ka spektakël, sepse spektakli për të kënaqur turmat në etjen e tyre dhe legjitime, sepse arroganca e pushtetit natyrisht që nuk ka mënyrë tjetër se si t'i kënaqësh turmat përveç se duke i prerë kokën atij që ka qenë arrogant, kupton? Por nga ana tjetër
jo gjithmonë kënaqja e turmave është drejtësi. Pra, kemi një proces i cili duhet jetë i drejtë ligjor dhe kemi një spektakël që turmat të duartrokasin sa mirë etj. Besoj dhe kjo u paralajmërua me ardhjen e kreut të ri të SPAK-ut, që do të jetë një periudhë, domethënë, ku më pak spektakël, më shumë punë në këtë drejtim, dhe ç'është më e rëndësishme Arbër, se ne publikisht themi që ky është i korruptuar, ai është i korruptuar, ky ka bërë këtë, ai ka bërë atë etj. Perceptim, gjithmonë ky është perceptim. Ne mund të kemi të vërteta të mëdha aty brenda tek ato që themi, sepse janë gjëra të cilat po drejtësia është me sy mbyllur. Drejtësia po nuk i preku faktet me dorë, nuk dënon dot asnjërin dhe as tjetrin. Dhe ky është problemi i madh. Domethënë, atë që ti e beson publikisht që është i korruptuar, që meriton të paguaj për dëmet që i ka bërë shoqërisë, ti duhet ta faktosh deri në fund përtej çdo dyshimi që ai është i tillë dhe pastaj ta dënosh apo jo. Këto faktime deri në fund dhe prova përtej çdo dyshimi dhe gjyqje të përfunduara ne nuk po i shikojmë akoma. Dhe frika më e madhe është që mund të jenë çështje të dobta, të cilat nesër pas nesër mund të përfundojnë me shfaqsim dhe me një humbje, po them unë, të shansit për të ndëshkuar vërtet ashtu siç duhet ligjërisht atë që ishte i paprekshëm në këtë vend. Dhe për ta mbyllur, e arriti SPAK-u majën, pikën kulminant dhe tani fillon rënja në nivelin e arrestimeve, apo kjo është një rrugtim janë ende në maj, pra në gjuhetinë e tyre. Ne bijem në kurthin e të folurit me gjuhën e spektaklit, kur është piku dhe kur fillon rënja e sezonit. Domethënë, ndërkohë që për mua unë duhet besoj që drejtësia nuk ka sezon. Drejtësia vepron gjithkohës dhe kështu duhet të jetë normalisht, përndryshe kjo reformë me harxuar 10 vjet kot për të bërë një xhiro bosh dhe pastaj për të rikthyer gjërat në ato raporte se si kanë qenë më përpara, kështu që në këtë lloj kuptimi nuk dua të shikoj pik të veprimtarisë së SPAK-ut. Është e rëndësishme që ai të jetë konsistent edhe të jetë aty gjithkohës për të, domethënë, edhe unë jam dakord, por është strukturë e posaçme. Pikërisht atë po thosha. Pra, edhe kur të mbaroj afati, sepse gjithë ideja është që neve po godasim dhe i dham fuqit posaçme, një strukture të posaçme, në një kohë kur ndëshkimi në Shqipëri ishte i pamendueshëm. Dhe do të vijë një moment që prokuroria do të veprojë, drejtësia do të veprojë, pavarësisht është SPAK-u apo nuk është SPAK-u. Kur të arrim këtu ne do kuptojmë që kemi pasur apo vepron drejtësia dhe a kemi drejtësi në këtë vend apo jo. Pra kur ajo të jetë normalitet. Mua më pëlqen një gjë në fakt, që dhe e kam thënë që kur zoti Rama filloi kritikat e tij me zë të lartë ndaj SPAK-ut. Unë besoj që ishte anormale situata kur gjithë Partia Socialiste dhe majoranca duartrokisnin SPAK-un dhe thoshin bravo i qoftë. Këta janë heronjtë tanë etj. Është dhe një tezë ime. Ndërkohë që normaliteti është pikërisht ky. Ata janë në konflikt interesi, janë në konflikt me këtë organ. Herë mund të ketë të drejtë organi i akuzës, herë mund të ketë drejtë edhe politikani, se këto janë gjëra që ndodhin, nuk është. Ama kur janë në konflikt është në rregull situata. Dhe kur të dyja palët veprojnë në liri të plot brenda kufive të tyre për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Këtu jemi në normalitet. Edhe kritikat e ne kemi dëgjuar në Shtetet e Bashkuara, në Francë, në Itali, në gjitha vendet e zhvilluara kemi dëgjuar se si ka debate publike midis organeve të akuzës dhe ndonjëherë edhe gjykatave dhe eksponentëve politik. Ky është normaliteti i gjës. Ama jemi në këtë fazë akoma dhe nuk e dim ende se sa do ta mbajnë këllqet SPAK-un dhe po themi gjithë këtë organizim, jo vetëm SPAK-un, se ne merrem me SPAK-un, po e rëndësishme është GKK-ja, patjetër. Dhe sa do ta mbajnë GKK-on këllqet për të bërë atë punë që duhet, edhe kur mos bërtasin më ndërkombëtarët, mos e prekni këtë dhe mos e prekni atë. Edhe në fund të kësaj pjese të parë, Alban, faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha. Falenderoj edhe të zhvillojmë këto biseda bashkë. Edhe një herë të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Kënaqësi Alban. Ndërkohë, pas kësaj bisede të parë, do shkëputemi për pak dhe rikthehemi me pjesën e dytë. Do kemi edhe ish deputetin e Partisë
demokratike, njeriu që ka trazuar jo pak ujërat edhe në PD, Ervin Saliani. Kthehemi në pjesën e dytë.